po më propozojnë për presidente të Kosovës dhe sinqerisht jam në dilemë. Nuk po di a me pranu apo me vazhdu si deputete me krejt angazhimet që i kam. Çka po thuti? Si ta kanë kthy? Edhe na trego kush si ta ka kthy. Jo. Baba më ka thonë që shqiptarët janë besnik, shqiptarët janë punëtor, shqiptarët të respektojnë gruan, shqiptarët ka njerë po hasë në kontradita dhe përtha mërë babë ku janë. E kemi bo jetën e studentëve pas luftës, në konvikte pa rrymë, pa ujë, pa kushte, po me gjithatë ka qenë një farë knatësie. Buke djathë e qaj. Buke djathë qaj s'kena pasë. Për sot do të përgatisim një dekor të një ëmbëlsire për fëmijë. Dashur meq, kjo është një sallat ekstra fantastike. Pavarësisht sfidave që i kum kalu në jetë, do të thonë, dhurata më e madhe që Zoti më ka qu është që jam ka taku me njerëz të mirë. Një kujtim të gëzueshëm të fëmirisë. Kujtimet më të mira mbesin ato kur është mbledh familja, do thotë që ka vite shumë gjatë që s'ka mujt më mbledh më e gjithë familja dhe nuk e ka kuptimin e njëjtë dhe s'kemi më mujt asnjëherë më me mbledh në atë përbane sa kemi pas edhe babën gjallë, se nanën e kemi humbë shumë herët, do të thonë, unë kam qenë në moshën 1 vjet e gjysmë kur e kam humbë nanën. Unë jam jashtëzakonisht mirënjohëse mofra fëmijët të cilat kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në rritjen time. E kemi pas fatin e keq sepse një nga shokët e shkollës është vranë në luftë. Dy më falë. Njëri e kishte dje për vjetorin. Dhe jashtë kushtëndruar, një pjatë shumë e mirë, me një salsë shumë të mirë të përgatitur nga udhënë. Welcome to the French Residence Kitchen. We're going to cook today a classic French recipe. We're going to do choux pastry. Në një shkallë nga 1 deri te papuçja në dorë, sa e durueshme je. Nëse do ta kishe pullën e parlamentit për të mbyll gojën dikujt që të mos e hap deri në fund të këtij mandati, kujt do t'ja kishe mbyll. Të mbulojmë këta vip se më thirrin me shku në Big Brother pastaj.